Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush një dyshe shumë fantastike, një çift që në fakt ka tërhequr vëmendjen e madhe me qëndrimin e tyre në Big Brother VIP Albania 3. Një çift që u përfol shumë, që u diskutua shumë, që u debatua mbi to. U diskutua shumë çështja e moshës, ofendime pafund në këtë rast ka patur moderatorja Ilnisa Agolli, e cila ishte bërë pjesë e një dashurie që nuk duhej të ishte pjesë. Njerëzit nuk e pranonin dot të realitet, gjë e cila ndikoi deri tek vendimi përfundimtar i prindërve të Meriton Mjekiçit, mbi të cilin familjarët ishin kundër që të pranonin realitetin, ishin kundër që të pranonin të vërtetën, ishin kundër që të pranonin një marrëdhënie të Meritonit me Ilnisa Agollin. Pas ndarjes së shumë përfolur nga Meriton Mjekiçi, moderatorja e njohur Ilnisa Agolli vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes dhe duket se nuk ka ndërmend të largohet prej saj. Prej javësh, çdo lëvizje e saj në rrjetet sociale është kthyer në temë diskutimi, nga postimet me mesazhe të fshehta e deri tek daljet publike që lënë hapësirë për interpretime të shumta. Kësaj here Ilnisa ka zgjedhur Zvicrën për të kaluar disa ditë pushimi, por një detaj i vogël nga fotografia e saj ka bërë më shumë zhurmë se sa pamja mbreslënëse e Alpeve. Në një nga postimet e fundit, ajo shihet me një veshje tepër elegante, e ulur në një kafene luksoze me diellin që ndriçon në fytyrën e saj. Dhe një detaj që nuk mund t'i shpëtonte askujt është një unas ari në gishtin e fejesës. Dorën e ka vendosur në mënyrë shumë të kujdesshme, sikur ta dinte që sytë e ndjekësve do të ndaleshin pikërisht aty. Dhe ashtu ndodhi, komentet shpërthyen, është fejuar, kush është i lumturi? Mos ndoshta Meritonin e ka harruar përfundimisht, ishin vetëm disa nga pyetjet që morën dhjetra mijëra pëlqime në pak orë. Nuk është hera e parë që Ilnisa luan me misterin, që nga përfundimi i marrëdhënies me Meritonin, ajo shpesh ka dërguar sinjale të fshehta përmes postimeve të saj. Një herë në fjalë të ngarkuara emocionalisht e një herë në foto plot stil e qëndrime të forta që duket se thon jam më mirë se kur. Por kësaj here reagimet kanë qenë të ndara. Një pjesë e fansave besojnë se ajo është në një lidhje të re, ndoshta me dikë jashtë botës së ekranit, ndërsa të tjerët mendojnë se është gjithçka një strategji mediatike, një mënyrë për të tërhequr vëmendjen dhe për të mbajtur emrin e saj në qendër të lajmeve ros. Gazetarët kanë tentuar të kontaktojnë për të marrë një reagim, por deri tani moderatorja ka zgjedhur të qëndrojë në heshtje. Në rrjetet e saj ajo vazhdon të postojë imazhe të kujdesshme me përshkrime të shkurtra dhe simbolike si koha e duhur vjen vet, apo disa gjëra ndodhin kur ndalon së kërkuari. Këto fraza i kanë bërë ndjekësit edhe më kuriosa, mos vallë bëhet fjalë për një dashuri të re që ajo po përpiqet të mbajë larg syve të publikut apo thjesht për një lojë të zgjuar me perceptimin e rrjeteve sociale. Përtej çdo hamendje, një gjë është e sigurt, Ilnisa Agolli e di shumë mirë se si të mbaj publikun të intriguar, qoftë me fjalë, një pozë apo një unas. Ajo e kthen çdo detaj në lajm. Nga historia e saj me Meritonin që u kthye në një nga lidhjet më të komentuara në showbizin shqiptar, deri te mënyra se si ajo e përballoi ndarjen me dinjitet e me maturi. Ilnisa ka treguar se është një figurë që di të ruajë ekuilibrin mes emocioneve dhe elegancës, dhe ndoshta pikërisht kjo e bën atë kaq tërheqëse për publikun. Në fund mbetet për t'u parë nëse unaza e art në dorën e saj është shenjë dashurie, simbol i pavarësisë, apo është thjesht një provokim i mençur për jetën. Një gjë është e sigurt, Ilnisa ka sërish gjithë vëmendjen që dëshiron. Deri atëherë ndjekësit presin postimin e radhës, sepse me Ilnisën çdo foto është një histori dhe çdo histori është një mister i ri që ftes rrjeti. Në fakt, këto janë lajmet Ilnisa Agollin, publiku dyshon se ka hyrë në një lidhje të re dashurie, me patjetër nuk ka të bën fare me Meritonin, domethënë marrëdhënia e tyre ka përfunduar, një gjë tashmë e konfirmuar nga vetë Ilnisa Agolli dhe nga Meriton Mjekiçi që lidhja e tyre ka patur balanca, ka patur ulje, ka patur ngritje, domethënë është kthyer në një lidhje toksike dhe zakonisht lidhjet kur përfundojnë në lidhje toksike përfundojnë me ndarje dhe pikërisht Meritoni dhe Ilnisa kanë prishur më marrëdhënien e tyre dhe janë ndarë mes njëri tjetrit dhe në këtë rast Meritoni dhe Ilnisa
Ilnisa po ndjekin në rrugët e tyre. Meritoni për shembull është parë shumë në për Kosovë me Riola Doçin, me Rike Roçin, në për Dasma, ndërsa Ilnisa Golli pretendoi që ka krijuar një lidhje të re. Unë në fakt do të kisha adresuar një pyetje drejt jushme, kë mendoni se Ilnisa Golli ka ndërtuar tashmë këtë lidhje dashurie, apo kush është djali që Ilnisës po ja falte si energjinë pozitive?